Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur domate të regjura me një mënyrë të veçantë si nga dora e gjysheve. Qëndroni me mua t'i përgatisim bashk. Pasi I ndajmë në feta, në vazo do shtojmë hudhër, gjethe dafine, piper I zi kokër, piper mix kokër, erëzat si pas dëshirës, por nësi I përdorni këto erëzat do ke një aromë fantastike. Domatet I kam prerë ashtu si që pat në fillim të videos, por mund t'i prisni si pas dëshirës tuaj. I vendosim në vazo me kujdes duke I sistemuar në mënyrë që vazo të marrë sa më shumë. Vazhdojmë duke shtuar piper dhe gjethe dafine shtesë. Unë kam vendosur nga 2 lugë gjelle, krip të trash, kini parasysh lugë e mbushur rrafsh, pasi unë lugët e para I mbusha pak më shumë se ç'duhet dhe në lugët e tjera e lash pak më mangut, nga 1 lugë gjelle sheqer, nga 1 lugë gjelle uthull molle, nëse nuk ju gjendet uthulla e mollës, mund ta zëvendësoni me uthull rrushi. Dhe hir djathi. Ky është përbërësi për ta bërë më të veçantë, kështu I bënte gjyshja ime dhe besoj se gjithë gjyshet e tona shqiptare. Të regjurat me hir janë super të shijshme dhe janë shumë herë më të mira. Unë e kam vendosur hir pa krip dhe është e nxehtë, në mënyrë që të mbyllen sa më mirë. Pasi I mbushim, I mbyllim me një herë, I shtrëngojmë shumë mirë, I kthejmë përmbys dhe për 1 javë I keni gati. Nuk e di a I keni provuar ndonjëherë, nëse I keni provuar apo keni ndonjë mënyrë tjetër me hir, mund ta shkruani në koment. Si ju duket si recetë, pres me padyrim për shtypjen tuaj.